Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Shenjë tjetër e radhës nga shenjat e vogla të kiametit është shfaqja e pretendentëve, e atyre që pretendojnë se janë pejgamber. Pra profeti alayhi salatu wassalam na tregon se përpara kiametit do dalin vazhdimisht njerëz që pretendojnë se janë pejgamber. Pretendojnë, dhe kur themi pretendojnë, pra s'është e vërtetë, gënjejnë. Si thot në hadithin e tij, la taqumu as-sa'a hatta yub'athu ad-dajjalun qaribun min 30 kulluhum yaz'am annahu rasulullah. Nuk ka për të bërë kiameti derisa të dërgohen Dajjal afërsisht 30, se cili prej tyre pretendon se është i dërguar i Allahut. Dhe hadith është Buhariu dhe Muslimi. Fjala Dajjal ne kemi thënë që në kuptimin gjuhësor, kuptimi me të është njeriu mashtrues, gënjeshtar. Prandaj dhe Dajjal i madh do të quhet kështu Dajjal. Por para ti do të ketë edhe Dajjal të vegjël, që në një farë mënyre, thonë dietarët, përgatisin terrenin për Dajjalin e madh. Pra i hutoj njerëzit, i largojnë ata nga besimi i drejt, i shpërqendrojnë, i tërheqin drejt shejtanit, që kur të vi Dajjali i madh, të jenë prej lehtë për të. Dhe në këtë hadith profeti alayhi salatu wasallam tregon se s'ka për të bërë kiameti derisa të dalin Dajjal të tillë, afërsisht 30 thot, se cili prej tyre pretendon se është i dërguar nga Allahu. Kuptimi me 30 është 30 Dajjalin, gënjeshtar që kanë bërë fitnë të madhe, sepse në realitet numri i personave që pretendojnë se janë pejgamber është shumë herë më i madh. Vazhdimisht në çdo vend ka persona që thonë, unë jam pejgamber, unë jam i dërguar nga Zoti, jam lajmëtar nga Zoti. Ai është lajmëtar, është i dërguar, por nga shejtani, po, dhe jo nga Rahmani. Prandaj kuptimi me 30 është të mëdhenjt prej tyre që kanë bërë fitnë të madhe, kanë përçarë njerëzit, muslimanët, kanë pasur pasues të shumt në numër, si që ka qenë Musaileme el-Kadhabi nga Yemamja, krahin në Arabinë Saudite sot, i cili që në kohën e profetit alayhi salatu wasalam pretendoi se edhe ky është pejgamber. Por u vra në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Në kohën e Ebu Bekrit e vran muslimanët në një betejë. Gjithashtu ka qenë Al-Aswad Al-Ansi nga Jemeni. Edhe ky, po në kohën e profetit alayhi salatu wasalam pretendoi se është pejgamber. Pra që në kohën e profetit alayhi salatu wasalam kanë fillu gënjeshtarë dhe mashtruesit e tillë. Që atëherë dhe u vra përpara se të ndronte jetë profeti alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah. Ka qenë edhe Al-Mukhtar, një tjetër njeri Dajjal, që pretendonte se ishte i dërguar nga Allahu. Në kohën e khilafetit të Abdul Malik bin Marwanit, edhe ky u vra. Ka qenë Talha bin Khuwailid Al-Asadi, në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Por ky u pendua më pas, shpëtoi dhe u bë musliman i rregullt, dhe vdiq në kohën e khalifes Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Por ka pasur edhe gra që e kanë pretenduar diçka të tillë, dhe kanë bërë fitnë të madhe, si shka qenë Sujaha apo Sajaha et-Temimije, e cila u shfaq në kohën e Musaileme el-Kadhabit, dhe u martua më pas me të.
ka qenë poete, oratore, historiane, e rëndësishme me pozit të popullit, të fisi i saj. Dhe pati, kjo dhe të tjerë që u përmendën, patën pasues të shumt, formuan ushtri, sidomos kur kjo u martua me Musejlem el-Kedhabin, u bashkruan fise arabe, fisit e saj, përkrasit e saj dhe përkrasit Musejlemes, dhe u bën ushtri e madhe, fitne për muslimanët. Por kur Musejlem el-Kedhabi u vra, alhamdulillah, atëherë dhe kjo u tërhoq dhe hoqi dorë nga pretendimi i saj, u bë muslimane dhe u zhvendos në Kufe apo në Basra, u zhvendos në Basra dhe atje vdiq. Atje qëndroi, pra u largu nga vendi vet dhe atje vdiq. Por në kohët e mëvonshme ka qenë edhe Gulam Ahmed el-Qadiani. Qadianit janë një sekt që dietarët kanë rënë dakord që janë qafira. Ata hiqen dhe pretendojnë, thonë që jemi musliman, por janë qafira. Sepse kanë shtelur parime të rëndësishme të fesë. Kush i shtel ato del nga feja. Siç është tauhidi i Allahut. Adhurimi vetëm i Tij. Dhe janë një sekt që përkrahen, sponsorizohen fuqishëm nga shtetet perëndimore, nga Anglia, nga Suedia, nga Amerika, kanë qendrat vetat të mëdha. Pra bota jo muslimane i financon, i mbron dhe i përkrah ato me qëllim që të shkatrojë Islamin. Dhe ata që duan të hyjnë në Islam, nga jo muslimanët, të mos bien në kontakt me Islamin e vërtet, por të bien në kontakt me ta jo musliman, që hiqen si musliman. Kanë shkolla deri në Afrikë, qendra deri në Afrikë, në Angli kanë qendra të mëdha. Këta janë fuqishëm ekonomikisht. Dhe pretendojnë se Muhamedi alayhi salatu wasallam nuk është i dërguar i fundit i Allahut, por është Gulam Ahmed el-Qadiani. Abu Ahmed el-Qadiani. Dhe thonë se haxhi në vendet e tyre është më i mirë se haxhi në Mekë. Janë qafira. Por kanë bërë fitnë të madhe dhe fitnia e tyre vazhdon edhe sot se ditë, sepse kanë turma të mëdha njerëzish pas vetes. Shteti si Suedia u ndërton xhami atyre, vetë shteti suedez u ndërton atyre xhami. Pra si të shtatrojnë Islamin. Sado që vendet e tilla u lejojnë muslimanëve shumë rite, apo gëzojnë muslimanët liri, prap ligësia dhe intrigat e tyre kundra Islamit vazhdojnë. Dhe ata nuk i marrin muslimanët vendet e tyre se i duan, por kanë nevojat e tyre. Momentin që do mbarojnë interesat, do të bëjmë me muslimanët atë që bën katolikët me muslimanët e Andaluzit. Gjenocid, siç po ndodh sot në Gaza, ka ndodhur me nga ana katolikëve me bekimin e papës me muslimanët e Andaluzit. Por edhe vazhdo të ketë të tjerë. Dhe pra është një shenjë që ka ndodhur. Dhe vazhdon të ndodhë, se vazhdimisht dalin gënjeshtarë që pretendojnë që janë pejgamber. Por ne e dim se i dërguar i fundit i Allahut pas të cilit nuk ka më të dërguar është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Një tjetër shenjë e kiametit është rindërtimi apo zhvillimi i Beitul Maqdis dhe shtatërimi i Medines. Beitul Maqdis, qëllimi me të është Kudsi, qyteti i Kudsit në Palestinë. Krishterët e çefutët i thonë Jeruzalemi, por ai quhet Kuds. Jeruzalem është emri i tyre. Ne e njohim dhe duhet i themi Kuds. I shenjtë, domethënë. Në të ndodhet Xhamia Al-Aqsa. Xhamia e dytë që është ndërtuar në tokë, po nga pejgamberi i madh i Allahut Ibrahimi alayhi salam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, rindërtimi apo zhvillimi i Beitul Maqdis
Më pas shtatrimi i Medinës, pra do të jenë njëra pas tjetrës në të njëjtën kohë. Dhe shtatrimi i Medinës do të pasohet nga lufta e madhe, el-Malhama, lufta ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve, thertore, aq e madhe do të jetë aq të vrarë të shumë, sa që quhet thertore. Kasapan, në numri i madh të vrarëve që do të ketë në këtë luftë. Dhe pasaj thot çlirimi i Konstantinopolës. Dhe pas çlirimit të Konstantinopolës, dalja apo ardhja e Dejxhalit. Në këtë hadith, profeti alayhi salatu selam përmendi se ajo që ka lidhje me shenjën që po flasim, rindërtimi apo zhvillimi i Kutsit. Ne sot e dim si është Kutsi. Palestina, një vend i pushtuar ku popullata e tij masakrohet, vritet nga terroristët Qifut, Allahu i shtataroft dhe pastroft ato tokë nga këmbët e ndyra të tyre dhe shpejtoft shkatërimin e tyre dhe shkatërimin e çdo kujt që i përkrah ata dhe i furnizon ata për të vrarë muslimanët. Allahu është miku jon dhe Allahu është i plot fuqishëm dhe Allahu është çdo padrejtësi dhe ka premtuar se do të marr hak për çdo kënd që vret robërit dhe miqt e tij. Dhe cili është qëllimi me rindërtimin apo zhvillimin e Kutsit? Përveç që disa dietarë thonë kuptimi është fuqizimi ekonomik i tij. Pra do të ndryshojë situata. Muslimanët në atë vend do të çlirohen, do të fuqizohen ekonomikisht, do të rritet mirëqenia, pra nga një vend i pasigurt, do të shndrohet jo vetëm në një vend të sigurt, por edhe në një vend me mirëqenie. Do të lulëzoj, do të ketë banor, do të ketë ndërtim, zhvillim. Por edhe e qendra apo elita fetare do të zhvendoset aty. Të tjerë thonë se kuptimi është se khilafeti i fundit i muslimanëve do të vendoset aty. Siç vjen në disa hadithe. Ndërsa kuptimi me shtatrimin e Medinës, jo se në të do të bjerë në një tërmet apo diçka që do të rrafshohet, siç ndodh në disa shtete kur ka luftë që rrafshohen rodinat, prishet infrastruktura e tjerë. Jo, ndërtesa do të vazhdojnë të jenë, thot, por nuk do ta ketë atë popullim, atë zhvillim, atë elitë, referencë fetare, siç e ka kohët e sotme. Pra do të braktisin njerëzit, nga shenjat e Kiametit është braktisja e Medinës, saqë ergërsirat do të qarkullojnë në rrugët e Medinës, nga që s'ka më njerëz. Dhe nuk do të gjesh në të vetëm ndonjë bari me kopejën e tij. Nga shenjat e Kiametit është braktisja e Medinës, pra boshatisja e saj nga banorët. Dhe kjo është nga situatat e pak para Kiametit. Dhe gjithashtu japin dhe interpretimet e tjera se cili është kuptimi. Një tjetër shenjë e Kiametit është shembja e Qabës. Qabja, godina e shenjtë më e dashur për gjithë muslimanët. Kushdo që e ka parë atë ndjen dashuri me një herë për të. Dhe nuk do që t'ia heqë syt asaj. Dhe është i vetmi vend ku bën disa adhurime që si bën dot në asnjë vend tjetër në tokë. Tavafi, falja 2 rekatëve ke mekami Ibrahimit. Dhe është faltoria e parë ndërtuar në tokë nga pejgamberi i madh i Allahut Ibrahimi alayhis salam me djalin e tij të nderuar Ismailin alayhis salam. Selamullah. Por përkundrejt kësaj do të vijë një kohë që godinë e madhërishme kibla e muslimanëve do të shembet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij që transmeton el-Hakim në librin e tij Mustadrak dhe sartëson Sheikh Albani. Thot, do të jepet besa një personi ndërmjet ruknit dhe maqami Ibrahimit. Rukni është një cep. Rukni
cep i Qabës, Maqam Ibrahim është pranë këtij cepi, pra dhe bëhet fjalë për Mehdin këtu. Do të jepet besa. Por dhe thot dhe nuk do ta shtelin shenjtërinë e shtëpisë Qabës askush përveç banorëve të saj. Kuptimi shtelja e shenjtërisë është që do të lejojnë apo do të bëjnë ato gjëra që janë të ndaluara të bëhen për shkak të shenjtërisë që ka. Pra do të kryen gjunafet në atë vend haptazi, të shumta. Njerëzit nuk do të kenë me atë madhërim për Qabën, atë shenjtëri për Qabën. Dhe kjo nga zbeja e imanit të tyre, besimit të tyre. Dhe do ta bëjnë banorët e saj, thot profeti alayhis salam, pra nga vetë Mekasit. Pra nuk do të jenë njerëz të huaj që do të vinë dhe do të bëjnë gjëra që cënojnë shenjtërinë e Qabës. Apo idhujtar qafira të largët. Jo, po vetë banorët e Mekës. Edhe kur ata ta bëjnë diçka të tillë, thot, mos pyet më për shkatrimin që do të ndodhë arabëve. Sepse të arrihet të bëhet gjunahu në mas, publikisht, edhe në vendin më të shenjtë, atëherë çfarë pretendon më? Tregon që imani ka shkuar, është zbehur, ka humbur frika dhe devotshmëria ndaj Allahut. Dhe tha më pas profeti alayhis salatu selam, pastaj do të vijë një person, do të vi në Abisinasit. Kur flasim për Abisinin, mund të themi Etiopia sotme. Por jo se Abisinia ka qenë Etiopia që është sot, me atë territor gjeografik që ka sot. Por ata njerëz janë. Pra po, ata ajo racë janë, me i fjalë. E që janë sot Etiopasit. Do të vinë dhe do të shembin atë, Qabën, dhe ajo nuk do të rindërtohet më kurrë përsëri. Kështu do të mbesë, deri në kiamet e shkatruar. Dhe ata do të nxjerrin thesarin që është i fshehur në të. Në Qabë ka një thesar me vlerë shumë të madhe, por që nuk do të arrin të nxjerrin dhe të gjejnë vetë sërta Etiopasit, që njihen sot Abisinasit, me termin e dikurshëm. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot kur përshkruan shembjen e Qabës, thot do të aprish Qabën një person në këmbë të holla, të vogla, të dopta. Pra je përshkrimin fizik të tij. Dhe në një tjetër hadith thot do ta heq mbulesën e saj, do ta zhvesh atë nga mbulesa që ka, dhe unë sikur po e shoh atë, i shfaqi profetit alayhis salatu wassalam. Si do të ndodh? Është njëri qeros pa flokë në kokë, me këmbë të hapura, pra jo vetëm që ka të holla të shkurtra, por edhe të hapura, pra i shëmtuar në fizikun e tij, i cili do ta godas Qabën me sopatën, kazmën edhe veglat e tij. Dhe në një tjetër transmetim, ai është i zi me këmbë të hapura, pra të hapura që bin syt shpifme. Dhe do ta heq, do ta shemb atë gur pas guri. Gur pas guri. Pse do ta lejoj Allahu azza wa jall të gjë? Do ta lejoj Allahu subhanahu wa taala se nuk ka më musliman. Kurani është hequr nga krahërorët, nga fletët e librit që është i botuar, nuk ekziston më. Nuk ka më musliman, nuk ka më kush thot la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah Allah, nuk ka më kush thot. Pra nuk ka më adhurues në Qabë, që ta adhurojnë Allah në Qabë. Prandaj humb edhe roli i saj. E duke qenë se humb roli i saj, e lejon Allahu azza wa jall këtë shkatrim, që është fare pranë kiametit.
kiametit, ty shtatrim. Allahu na ruaj. Dhe do nxjerrin thesarin, që është i fshehur, i pa ditur se ku në Qabe. E lutim Allahun Azza wa Jall na shtoj dituri në fenë e tij, na ruaj neve nga fitnet, na japi përqendrim, të përqendrojë, të forcojë zemrat tona në bindje ndaj tij deri në fund. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.